Rinert ishte aktiviteti që u zhvillua në Korçë për rreth një javë, ku të rinj nga i gjithë qarku patën mundësinë të shpalosin talentin e tyre në fusha të ndryshme të artit. Në një sallë të imbushur me ardashës, në finalen e këtij eventi janë shpërndarë çmimet për talentet më të mira të qarkut. Të rinjt janë shprehur të lumtur për trofetë e fituar, ndërsa tregojnë se nisma të tilla ju japin mundësi të promovohen. Nuk e kisha menduar asnjëherë se do të merrja një çmim dhe pikërisht në fushën e aktrimit, pase jo si drejtim kryesor, por kam shumë dëshirë që ta vazhdoj. Besoj se është diçka që e zhvillon fushën e tyre artistike dhe shpirtërore. Kur një njeri ka një ëndër, një pasion brenda vetes, dhe vlerësohet në gjë pa parë, aktorën të ardhmen. Këto aktivitete i bëjnë nder të rinjve? Po, shumë madje. Shumë sepse nga këto aktivitete nxirren ata xhevair, ata diamante që duhen gërmuar. Ne atë urojmë të gjithë që me punë të arrim atje ku çdo artist të nderon. Ky është çmimi i dytë, sepse kam qenë në vitin e kaluar. Ju bëjnë nder për arsyeën që ata ta angazhojnë më shumë dhe të tregojnë veten e tyre se kush janë. Për kryetarin e Këshillit të Qarkut, Erion Nexhipi, ky aktivitet do jetë 3 ditë në Juglindje, pasi të rinjt e kanë përqafuar këtë nismë. Pa diskutim ne jemi një ansambël shumë ngjyrësh i talenteve dhe i asaj që kemi trashëguar nga e kaluara. Mundësit janë për të gjithë tashme dhe në një skenë rajonale. Unë shpresoj duke e përmirësuar standardin, do ta vendosim në ato aktivitete që çdo vit të jetë dhe më mirë. Ky ishte viti i dytë i Rinart, një aktivitet që pritet të kthehet në traditë për promovimin e talenteve.